kundërleshme. Ndjej keqardhë që këtë proces që kanë zhvilluar në zgjedhjet e kaluara do duhet ta bënte Partia Demokratike, mirë po duket se kryesia e PDK-s ose individ caktuar momentin që rahatohen në kuptimin e marrjes votës për vete, mandej nuk e çojnë hallin sa mund fitoj Partia Demokratike edhe 2 apo 3 deputet më shumë. Është qartë se si ata e konceptojnë politik bërjen brenda vetë kryesisë së PDK-s, sepse ata ankesë do duhet ta bënte në zgjedhjet e kaluara vetë PDK-ja, edhe kryesia e saj dhe shtabi zgjedhor, gjë të cilën nuk e kanë bërë, pastaj më është dashur që të mbroj të drejtën për një proces zgjedhor të drejtë, ku asnjë votë e cila është e pranuar jashtë afatit ligjor mos regjistruohet. Edhe në këtë situatë, pra edhe këtu, kur ka një ndryshim të votave brenda subjektit politik, ndoshta vetë Partia Demokratike duhet kërkonte një rinumërim i cili do të garantonte që vërtet deputetet e cilët zgjedhin janë deputetet që janë votuar nga qytetarët e jo ata që janë regjistruar nga numëruesit në qendra të ndryshme të numërimit në Kosovë. E qartë, zotëria Xhiu, faleminderit shumë për kohën që gjete për t'u inkuadruar në gazetë me lidhje me ankesën që... Të gjithë dëgjuesët dhe i shfrytëzoj rastin që përmes jush të falenderoj të gjithë 20.541 votues të regjistruar deri tani se më kanë votuar dhe të gjithë ata të cilët numëruesit në KQZ nuk i kanë regjistruar, por që më kanë besuar për të qenë deputet i tyre. Qartë, ju faleminderit shumë, ishim së bashku me kandidatin e PDK-s për deputet në Kuvendin e Kosovës, Bekim Haxhiu, i cili ka bërë një ankesë në PZAP. PZAP i ka 4 ditë afat për përgjigje dhe më pas në instancë tjetër gjyqësore i bie që t'i drejtohen Gjykata Supreme. Gjykata Supreme i ka